Dashi, marrëdhëniet dhe bashkëpunimet marrin rëndësi të veçantë. Demi kërkoi qetësi dhe stabilitet në ritmin e përditshëm. Binjakët, takimet e rëndësishme mund të ndikojnë në të ardhmen tuaj. Kaforja, emocionet bëhen më intensive në marrëdhënie. Luani, karizma juaj rritet dhe ju bën më tërheqës në shoqëri. Ygjëresha, komunikimi në punë është i rëndësishëm dhe efektiv. Peshorja, harmonia në marrëdhënie është në rritje. Akrepi, intensiteti emocional rritet dhe sjell pasion. Shigjetari, bashkëpunimet janë të suksesshme dhe produktive. Briciapi, stabiliteti në marrëdhënie ju jep siguri. Ujori, dita sjell argëtim dhe ide krijuese. Peshqit, jeshmëria emocionale forcon lidhjet personale.